Ndërkohë, do doja t'ju kujtoja edhe një herë që vazhdon të jetë i hapur televotimi pas zgjedhjes që Gerta bëri në kutinë e Pandorës. Në televotim janë Rozana, Amber dhe Laerti dhe Valbona që janë një konkurenti vetëm. Mund të dalë Amber, mund të dalë Rozana, ose mund të dalin Laerti dhe Valbona, sepse janë një konkurenti vetëm. Kështu që vazhdoni të votoni, duke dërguar me mesazh emrin Amber, Rozana, ose Laert, ose Valbona. Votat në rastin e tyre do të përllogariten si një i vetëm. Pyetja është, kë doni të shpëtoni? Ka ende pak kohë, sepse televotimi do të mbyllet shumë shpejt dhe më pas do t'ju komunikojmë se cili ka qenë vendimi që publiku ka marrë. Okej, thënë të gjitha këto, është momenti që ai të vi në studio. Në studio, ku nuk ka shkelur ndonjëherë dhe të dalë nga shtëpia edhe të ndjej një ajër tjetër pas eksaktësisht 77 ditësh. Nuk e di se çfarë efekti i bie t'i bëj skena, publiku, duar trokitjet, të ri afrohet edhe një herë me këtë lloj shkëlqimi që është i ndryshëm nga ai i dhomës së ndenjes aty. Mirë po, jemi gjithë sy e vesh dhe çfarë do të ndodh? Kjo ngelet për t'u parë. Sidoqoftë, duar trokitjet do duhet të jenë për të. Zonja dhe zotrinj, Laert Vasili. Zopi Vasili. Okej, atëre, qëndrojmë këtu. Po i thoja publiku që Laerti nuk ka qenë asnjëherë në studion e Big Brother dhe nuk e di se çfarë përjetimi do ketë pasi të shohë mbas 77 ditësh një skenë të madhe televizive, duar trokitje, reflektore, tjera me radhë. Di që je duke u dridhur. Okej, tash tim. Ne të dy jemi takuar herën e fundit, 7 gati 8 pak ditë përpara. U pam kur more Xhibani. U pam të nga, po jo, u pam kështu, u prekëm thënë se adat. Mire, dakord. Aty u pam për herë të fundit, dhe që atëhere, nuk e di se çfarë ka ndodhur me ty, por emocionet nuk është se të kanë shterruar, apo jo? Kështu them, nuk e di. Nuk e di, njerëzit që më shohin se veten s'mund ta di. Atë ta afroj këtë për çdo rast? Për çdo rast, po ta afroj këtë? Tani u pat. Okej, po. Besoj se s'do kem nevojë, po... Po e pate. Okej? Atëre, për të interpretuar live këtu në Big Brother, zonja dhe zotrinj, Laert... Doja që do isha në shtëpi. Na ish një nën dhe kish një djalë. Një djalë vesh për të këqia dhe të liga. Të gjithë luteshin që ai të vdiste një orë më parë dhe kuptoni vetë, koka e nënës mbushej me thinja. E luste të birin çdo ditë të kthente udhë, se dita ikën birë dhe koha nuk ndalë. Dhe nuk është si zemra e nënës e butë, e urtë, nuk është si zemra e nënës që gjithmonë birin dita falë. I fliste çdo ditë. Por i biri thjesht e talte, e lante nënën e tij me turp. Atëherë nëna vendosi të gulte një gozhd për çdo prapësi të djalit aty në mur. Dhe muri mbushej, dhe nëna krusej, dhe nëna thinjej, çdo ditë, çdo orë. Dhe një ditë djali papritur i haroi huqet, kur pa përballë murin të mbuluar me gozhd. Në gjunjë ul nënës së tij dhe qau. Më fal, o nën, i tha, më fal, kam qenë i marrë. Dhe nëna
Kur i biri të gjitha thinjat me loti lau, çdo thinj e nënës djalit i rëndonte sa një mal. Po ju e dini ç'bëjnë nënat. Të mirat nëna. I mori djalit dorën në kokë, e puthi dhe i tha, mjaft tani, ja si punajme, mjaft tani mos qaj, urite. Ti duaj njerëzit, dhe unë do t'i shkull goshdët pas çdo të mire. Dhe mirësia djalit zemrën ja mbushi dhe asnjëri nuk e njihte më atë. Vetëm se i tmerruar çdo mbrëmje shikonte murin dhe goshdët e ngulura mbi të. Dhe një ditë nëna e mplakur arriti të shkulte dhe goshdën e fundit, po djali ishte ende i pakënaqur. Kur pa vrimat, njësoj si vrima plumbi. Po nëni tha, po nuk mund t'jem i qetë. Pa i kur këto vrimat të zeza, mo birë, i tha nëna. Në jetë nuk ndodhë kështu, se për çdo vrim aty në mur, mua më ka dhëmbur zemra. Ti qofsh me nder e qofsh me jetë. Dhe nëna të birin në balë lehtë e puthi, por shënja nuk largohet dot nga trupi dhe kur asnjëherë nuk bëhet i bukur turpi. Ka mëndjera, isë, po ta konë shumë. Zhuatoni! Jeti ta konë shumë. Tiri marë. Më falë. Shpirti mamit, djali mamit, illi mamit, të do mamaja shumë si qje, me të mirat dhe të fqijat e tua. Oj, o djali, o floriri nënës, qo, mamaja të... Asë me të rasi. Dorën shumos. Nëna e la erti, zonja Rebeka është me ne në studio. Ej. Njo, po, nuk e pe, a? Maman. Nuk e pe, a? E di e në Athinë, a? Po, Ne, po. po. Erdi mamaja për ti. Erdi mamaja, se mamaja nuk mund të mungonte. Për të gjitha detyrimet që ka, Jo, s'ke detyrim ti. ka mamaja detyrime, se kemi një detyrim, kemi një detyrim të madh për babin, S'ka gjë djedi. dhe ti të jesh këtu i qetë, të vazhdosh punën tënde. Mimi la salu, se para kalu. Ama, hati tani, hajde tani. Të flasun, nuk më ndalon ti mua. Hajde një këtu, zonja Rebeka, pak më këtu në mes. Njerëzit le të jenë, për këtë punë kemi ardhur. O, sa mirë, shiko, unë mendoj të ndrojnë zonja Rebeka me Laerti në Big Brother, do ishte mirë. Po, do jetu është... Ke një... Do fitoj çmimin. E sigur? Divizion ushtarak gati për sëllë. Do fitoj çmimin, mos ki merak. Ndrojem me futu ti të dalu se... Jo, ke arti këtu. Ne. Dhe ti do vazhdosh lojën tënde, nuk e pun ti se kur kam ardhun. Ti do vazhdosh lojën tënde, dëgjo këtu, dëgjo maman. Ti do vazhdosh lojën tënde, edhe unë do mbaroj tër detyrimet që kemi, se kemi një amanet për baban, për atë ëngjëll, që Unë me sola, me flamurin shqiptar e sola, qërdo. Mirë, e sollë me flamurin shqiptar, tjetër puna jo. Por kemi një detyrim, sepse është një baba shëmbëllor. Gjishtë, kushtë. Po, këtu me mua, boll. Ore, je bur apo s'je bur? Tregore kapedan. Unë jam fëmija i, nuk jam burë. Po mirë, je fëmija im, po ti ngjash mamas edhe babajt, që janë kapedan. Edhe ti i ke ngjarë mamas dhe babajt, sepse
çdo gjë që ke arritur deri në këtë moment e ke arritur nëpërmjet forcës tënde, mendimit tënd, kulturës tënde, edukatës që ke marrë nga familja. Prandaj, mamaja kur hyre në Big Brother të dha një porosi dhe të tha, lajrt të shkosh në Big Brother sepse është një format që aty gjithë njerëzit do të njohin ti me të mirat dhe me të këqijat e tua. Sepse gjithë njerëzit nuk e kanë atë mundësi që të vinë dhe të shikojnë ti në teatr, ndërsa këtu të shikon tër populli të njohi vlerat e tua, edukatën tënde. Sjelljen tënde shëmbëllore ndaj prindërve, dashurin që ke për shokët, ashtu si që ke qenë i vogël, edhe tani të vazhdosh, po përsëri ti dua shokët, ti ndihmosh, sepse këtu jeni në një lojë, nuk jeni armiq, gjithë shokët janë shok dhe kanë ardhur për të njëjtin qëllim. Ke të drejtë zonja Rebeka, po Arbri e ka fajin për këtë, nuk e ka Laerti. E shi Arbri aty? Ai thot kështu e ashtu. Arbri dhe Neda, këta të dy. Arbri bën punën e vet. Po ç'punë bëjnë ata ama? Neda bën punën e saj. Shiko, shisa mirë jemi kombinuar ne zonja Rebeka ne të dy. Ky është i tepërt, mendoj. Mendoj ta kthejmë këtë në shtëpi, edhe të rrim në të dy këtu. Prandaj. Ju ftoj të përqafoheni edhe një herë se e di që do doje të rrihet më gjatë Laert, po. Jo, një minutë. Jap atë porosin. Kam një minutë, të më falni. Po. Duhet ti... Po s'ka nevojë të vi unë me uniform tani grua plak. E kam veshur uniformën kur duhet dhe isha në krye të detyrës atje. Vete ke fajin që hap shumë jash. Dëgjoj tani këtu. Dëgjoj këtu, dëgjoj maman. Dëgjoj. Ti t'jesh këtu të vazhdosh lojën tënde, edhe mos mendo për asnjë gjë tjetër aty për jashta, tërë detyrimet mamaja do t'i bëj sepse ka në krahët e saj për të gjitha situatat që kalon familjen e madhe Vasili. Vlezrit e babait, kunatat e mia, kushurinjt e tu. Zonja Rebeka, tani vazhdo Laert. Mama, nuk do i të ta. Tani Laerti do të thotë ty diçka. Jo, edhe një gjë tjetër. Po, se të... Elena, me rastin e ditëlindjes nga që ne nuk u ndodhëm, si e di gjithmonë, dhuratën Elena ta bënte bashkë me babin, se ishte një qift i pandar. Të ka dërguar një çokollatë Elena dhe babai jot që është aty lart dhe të shikon, të jep bekimin dhe të thot Laert, vazhdo rrugën, se janë krenar për ti, edhe ke bekimin tim. Dhe një çokollatë ke nga mami që të do shumë. Sa ka pa Laerti. Laert, faleminderit shumë. Faleminderit për emocionet, faleminderit për performancën. Uroj që nëna të ketë dhënë fort. Tani duhet të ikësh prapë andej. Ne do vazhdojmë këtu lëre ti, po lëre le të ikë ai një herë mirupafshim Laert. Gjithë të mirat, suksese. Tani, zonja Rebeka, me qënë se shisa të bukur që jemi njërë, shikojnë që ka ty për prit Ergin a jep një... Mos të na marin më sysh, se ka dhe sy bojqeli këtu. Po unë jam sy bojqeli vetë, po edhe unë, ha, Mos e kini me rak. Atër, shishi... Edhe Arbi më duke di ka... Bojqeli ka dhe aji. Bojqeli, vetëm Neda në nëzjerë nga... Nuk të i ka trojnë Neda, po unë, jo, syri bojqeli, ndjek syrin bojqeli, vetë. Tani... Pa e para Arbrin as njerë, thash që ka syt bojqeli. Unë jam shumë i lumtur që gjetëm prezantuse në vitit që vjen në Big Brother. Tani, kam një gjë unë që ta sqarojmë këtë merat edhe të rrim rehat. Ka miq dashamirës, po edhe më pak dashamirës, se cilët komentojnë shpesh këtë pjesën e greqishte, se e gjuhës greke. Do
Do t'i japësh një mesazh atyre që ta mbyllim këtë histori. Shumë faleminderit që ma dhe këtë mundësi, Po qa thua? sepse kam edhe unë pak Merak. Ta dini, unë jam një vajzë që vi nga minoriteti grek, që bashkëjeton këtu bashk me Shqipërinë, Shqiptarët, po. edhe jemi mishi nga thoi nuk ndahet. Dhe kam folur greqisht, por ama duhet të dini që kam lindur në Shqipëri, jam shkolluar në Shqipëri, jam edukuar në Shqipëri, kam marrë profesion edhe për atë profesion jam betuar para ati flamurit që të valvitet krenar dhe kam thënë, jo unë vetëm, po gjithë armata e ushtarakve, djemë që ven ushtar të gjithë, edhe kemi thënë, do jap jetën time për të mbrojtur ato flamur që të valvitet krenar. Atëre. Një minut. Jam minoritare greke, flas greqisht, është gjua e nënës time, dhe ata që nuk e din leta mësojnë, nuk më bën fare për shtypje, por duhet të dini që ndihem shqiptare dhe babai i Laertit është shqiptar, ç'të bësh që u dashurua një minoritar me një shqiptar? Super, okej. Ajde në thoni ju të ndajmi. Jo, qyqa. Laerti mos i... Pse flet Laerti? Jo, u sqaruam tani, sqaruam. Ne, tu them edhe unë një diçka. Këtu jeni në një emision, dhe ju të gjithë flisni Shqipe njërën e tjetërën. Pse në mes të Shqipes flisni dhe nuk harroni të thoni faleminderit, fjalën e mrekullueshme shqiptare, po thoni thanks. Atëre ju çfarë jeni? Më thoni çfarë jeni? Ke të drejt, nërkohë që ne shohim hyrjen e Laertit në shtëpi. Jeni anglez. Jo, nuk jeni. Jeni gjerman, jeni... Shohim prak se po hyrën e Laertit në shtëpi, shohim se si do e presin ata. Se duhet të jetë shumë i emocionuar. Po nuk e pe kur sa po më pas. Po shumë është jemi me ndjenja. Pasar alfanone Bob, o bro, ajo është gentleman apo? Ajo drejton të një për 200 $200. Dhe ndërkohë që shohim këto pamje, ne do të shkëputemi për pak momente publicitet. Faleminderit shumë për këto momente të mrekullueshme. Ka reklama kemi pas pak. Faleminderit shumë.